Komuna e Kaçanikut në bashkëpunim me kompaninë rajonale të ujësjellësit Bifurkacioni filluan zëvendësimin e gypave të azbestit me ata të plastikës në rrugën Ismail Qemajli në Kaçanik. Kryetari i kësaj komune Besimi Lazi tha se ky proces është domosdoshmëri etike për qytetarët e Kaçanikut. Siç e dimë në komunën e Kaçanikut është sistemi i vjetër, diku në viteve 60 me gypet e azbestit dhe shpresojmë që vitet e ardhshme me siguri do të kemi investime të treja, ndoshta me një ritëm pak mashtuar, që qytetarët e Kaçanikut t'i bëjmë, domethënë me ujë të pishëm, siç e dimë në sistemin e vjetër kemi humbje të mëdha të ujit, kështu që shpresojmë që kjo do ta zvoglojnë edhe humbjet e ujit që kemi në komunën e Kaçanikut. Drejtori i kompanisë rajonale të ujësjellësit Bifurkacioni në Ferizaj, Faton Frangu, tha se përveç heqjes nga përdorimi të gypave të azbestit, do të ketë edhe rritje të kapacitetit të ujësjellësit. Rëndësia e këtij projekti është mjaft e madhe, duhet pas parasysh se jo vetëm Kaçanik, por në të tërë Kosovën kemi humbje të mëdha të ujit, të cilat janë si pasojë e defekteve të shumta që ndodhin në rrjet për shkak të vjetërsisë së gypave dhe kualitetit jo të mirë gypave. Ne po mundohemi që për çdo vit të bëjmë ndërrimin e gypave, sidomos gypave të azbestit dhe të vendosim gypa me kualitet më të mirë, edhe me profile pak më të mëdha për furnizim më të mirë të qytetarëve me ujë të pjesë. Banorët e kësaj rruge thonë se ndërrimi i këtyre gypave është dashur të bëhet shumë më herët. Shumë i mirë. Shumë vetë janë konë këto të vjetra, janë konë salonitat, ato janë kanceroze, janë sene, mundën për fëmijët i dëmtojnë fëmijët e sen, e kjo me këto të plastikës është shumë më e mirë, se plastika nuk e lejon hemikalet me net ati, i derdhi shpërndar. Po, kjo installim ka qenë e para po me më herët më bo. Jo me asi gypa tjerë, cëlt janë kancerozë, në këndasht për para me parashiku këto. E kështu që ka qenë nesë, e mundësia ta shokon që asisoj dhe tash, kjo është metode mirë, por në këtë kohë, po mendoj këtë kohë të vjeshte, apo edhe dimën, o këndasht më heret mi krye. Vlera e këtij projekti kap shumën e 23.000 eurove dhe është bashkëfinancimi i Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik dhe Kompanisë Rajonale të Ujësjellësit Bifurkacioni.